Ne kem qenë edhe me shtëpie, që 50 vite kënaj, edhe si fëmijë kom njoft familjen e Fadilit, pastaj kom njoft edhe Fadilin. Periudha ma gjatë kohës kur kom najt me ta është gjatë luftës 98-99, por edhe pas luftës kom punu në trupat e mbrojtjes Kosovës, kom qenë i pandashëm me ta, kam shumë kujtime me ta, por kisha dashur ta ceki një kujtim pak ma delikatin që më ka ndodhur. Unë gjithmonë kam këndu, edhe në luftë, edhe pas lufte, me Fadilin kam bën shumë hajgare, në thëmë të humor. Tana herët më ka ngucë, unë e majri më konë, po tana herët më bajke kështu në krah, më konë shumë i likësht, edhe më thëke, hec ti kohët, ma gjithë ke më gjyke në krah. Edhe gjatë luftës, kur filloj lufta Macedonisë, para që mi fillu, Fadili me iniciativin e ti, murë shumë djemë, të matë mirë Dugagjinit, ndërta ka qenë edhe vlajem, edhe unë kam qenë në furnizim, edhe një javë pa vdek, folësha shumë shpesh telefon me ta, një javë pa ra, sepse ai nuk ka vdek kur veprat i zdes, bisedova me ta në telefon, edhe i thash, ej, moshkull, tha, urna, thash, jem ka vinja 4-5 dit, thash atje, se më ka morë mallim ju pa shokve, unë isha edhe në trupat mbrojtjes Kosovë, edhe më la një fjallë, tha, ej, tha, ty të kem lan atje, tha, ti duhet në këndosh neve, tha. Edhe, kur e kom bo kongën e tina, një muj pas ramje, se kena majt një përvjetër këto, nuk kom besu kur se unë e kom iknu Fadilit. Kur s'kom besu. Edhe ka kom këndu në studio, ma shumë kom qajt, se kom këndu, tash sarë se dal mi këndu kongën e Fadilit, ta na herët më kapin emocionet e vitit 2000. Dhe më thonë sarë dal para publikit, mi interpretu kongën, e kom interpretu në vakcinë, në Slopçane, ta na herët më kapin ato emocionet shumë më dhaja më dridhet edhe trupi, edhe ajo kujtimi që s'muj mi harru kur atë fjallën e tina, të fundit që ma ka thonë në telefon.